Dy herë fitues në listën e hapur të Tiranës 2021 dhe 2025, deputeti socialist Fatmir Xhafa ka bërë një analizë postzgjedhore mbi modelin dhe sfidat e garës në këto zgjedhje. Ish-ministri i Brendshëm ka folur për raportet e tij me kryeministrin Rama dhe keqardhjen për mungesën e disa kolegëve në mandatin e ri. Ai nuk ka nguruar të theksoj goditet në Nbrez që i erdhën nga kampi i tij. Në intervistën e tij për gazetën Panorama ai përmend qartë goditet në Nbrez, çka lë të kuptohet se iniciatori i këtyre goditjeve ishte ai që e largoi nga ministër. Gjatë kësaj rruge a kishte pengesat ngritura ndaj jush? Po, gjatë kësaj rruge nuk kanë munguar pengesat, ishte një garë e vështirë, shumë konkurruese me sfidat shumëta dhe siç ju thash, në disa aspekte jo dhe shumë e barabartë, pa barazi që në nisje të garës. Vetëm 12% e votave të marra janë nga njësia 10, kurse të tjerat nga i gjithë qarku. Gjithçka vot pas vote me komunikime e takime të shumta me zgjedhësit dhe me një ekip vullnetarësh elektoral në të gjithë qarkun, që funksionoi në përditshmëri e plot përkushtime të cilëve ju jam shumë mirënjohës. Nga ana tjetër, nuk mund ta mohoj që në rastin tim ka qenë një proces edhe me sulme të ulta në Nbrez, që në nisje të tij disa individu përdorën të lëshonin në ndonjë media disa shpifje e trillime të ulta ndaj meje për të ndikuar në opinionin publik me një qëllim të vetëm se si të isha humbës në këtë garë. O siç ka ndodhur edhe më parë, ne ja dolëm me sukses edhe kësaj here duke fituar mbi ta dhe mbi të gjitha pengesat e ngritura. Kjo fal votave të vërteta dhe të sinqerta, vote kërkuar me prunjësi dhe respekt, vote dhënë me zemër nga plot 13.673 zgjedhës. Ndërkohë që pyetjet se kush është i interesuar brenda familjes politike që të mbetej jashtë parlamentit të ardhshëm, Xhafa i përgjigjet duke shtrënguar dhëmbët se nuk beson që ka pasur brenda forcës së tij politike individ që janë investuar drejt për së drejti në këtë gjë në sulmet mediatike ndaj tij.